Deri në atë moment nuk kanë apliku. Deri në momentin kur janë dalë punimet nuk ka apliku. Na nuk kemi supozu ende, do me thonë, është bo veprimi, pa e marrë një pëlqim. Okej. A janë paraqit, a kanë apliku për pëlqim Komuna Prishtinës? Deri në atë moment nuk kanë apliku. Deri në momentin kur janë dalë punimet nuk ka apliku. Mas ndaljes së punimeve, se ta shëmbjem pakës me dalë të mandati Inspektoratit Trashëgimisë Kulturore, i cili është përgjec për marrjen e veprimeve në raste këtilla, me thonë, Inspektorati Trashëgimisë Kulturore i ka marrë hapat e vetë simbas ligjit, ka ndalë punimet dhe e udhëzon palën si duhet vepru deri në marrjen e një pëlqimi. Në ndërkohë, Komuna Prishtinës, masi që ndalë punimet, jeni sigurt, sepse sipas tyne ata kanë lyp leje edhe përpara. Jo, asnjëherë nuk kanë lyp leje për Gjergj Bushin. Jo. Nuk është rasti i parë Gjergj Bush, janë edhe raste tjera të komunës ku fillan pa i respektu procedurat administrative. Po shkojmë për secilin edhe prej atyre raste, po për Gjergj Bush po mesim kur kanë apliku për Gjergj Bush, kur kanë apliku për herë të parë. Për Gjergj Bush kanë apliku, do të thotë, mas marrjes vendimit nga Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, kur i ndalë punimet Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, nxjerr një proces verbal dhe për një afat të shkurt 7 ditor duhet ta nxjerrë edhe vendimin. Dhe mas marrjes së vendimit për ndalimin e punimeve, komuna është drejtu përmes qendrës rajonale në Prishtinë. Edhe o bo publike tash që e keni refuzu, qatë kërkesë? Jo, nuk e kemi refuzu. Okej, shumë mirë. Jo, landa është në shqyrtim, jo. Hala në shqyrtim? Po, ka volum të madh landës dhe mirë. Do me thonë që sa ku ka orë landa në shqyrtim për sheshin kryesor? Do të të ne jemi brenda afatit ende për me shqyrtu landën dhe mrena javës të ardhshme, veç se përfundon afati dhe njoftohet komuna me hapat që duhen të ndërmirën drejt një zhvillimit kontrolluar.